Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse trupi ju jep këto 4 shenja, fryrja e barkut nuk është normale. Fryrja e barkut është krejtësisht normale dhe e përkohshme kur shfaqet para menstruacioneve ose pas ngrënies së vaktit të pasur me fibra. Megjithatë, ndonjëherë shkaku i saj nuk është aq i dukshëm, diçka që padyshim na bën të mendojmë dhe krijon shqetësime për shëndetin ton. Prandaj, këtu ne do t'ju njohim me disa nga simptomat që kur kombinohen me fryrje mund të fshehin një problem shëndetësor. Ju ndjeni dhimbje. Kur keni dhimbje të barkut dhe në të njëjtën kohë është fryrë, atëherë duhet të kontaktoni mjekun, sepse mundet të jetë një simptom e sëmundjeve të vezoreve. Mund të ketë gjithashtu një bllokim në zorrën e hollës së të trashë dhe të pengojë kalimin e ushqimit. Një tregues se fryrja mund të jetë një shenjë e sëmundjeve të vezoreve është në ndryshim në zakonet e zorrëve. Për shembull, mund të vëreni papritur se duhet të shkoni në banjë. Kur zgjat shumë. Për të qenë e rrezikshme, fryrja zakonisht duhet të zgjasë më shumë se 2 javë. Nëse shkoni normalisht në tualet dhe nuk ju shqetëson ushqimi, por fryrja vazhdon, atëherë është më mirë të kërkoni kujdes mjekësor. Oreksi juaj ndryshon. Nëse oreksi juaj ndryshon bashkë me fryrjen, mund të jetë shenjë e sëmundjeve të tjera, si sëmundje të pankreasit, zorrës së trashë dhe stomakut. Disa njerëz gjithashtu përjetojnë të vjella. Humbje e pashpjegueshme në peshë. Shumë njerëz kanë sëmundje cealic ose e njohur si intoleranca ndaj glutenit pa e ditur. Simptomat e gjendjes përfshijnë ëndje të barkut, diare dhe humbje peshe të pashpjegueshme, ndërsa simptomat më pak të zakonshme përfshijnë anemi dhe skuqje të lëkurës. Një gastroenterolog mundet të diagnostikojë sëmundjen me ndihmën e një testi gjaku dhe analizave të indeve nga zorrët. Nëse vëreni një nga këto shenja së bashku me fryrjen e barkut, është mirë të konsultoheni me mjekun tuaj për të përjashtuar një problem shëndetësor. Fryrja e barkut është një ndjesi vërtet e tmerrshme. Fryrja e barkut është një ndjesi kur në të njëjtën kohë, kur ti dëshiron të dukesh sa më dobët, barku të tregon sikur ke edhe 5 kg më shumë. Përveç kësaj është edhe një ndjesi parahatie që të mërzitet gjithë ditën. Por ka një lajm të mirë për këto çrregullime të vazhdueshme dhe të bezdisura të barkut. Gjithmonë mbaj mend ne jemi çfarë ham. Trupi reagon në mënyra të ndryshme në varësi nga ushqimi që fut në të, sepse shumë ushqime dhe lëngje mund të shkaktojnë më shumë fryrje se të tjerat. Disa prej ushqimeve nga të cilat duhet të rish larg, sepse shkaktojnë fryrje, janë pijet me gaz, bishtajoret, produktet e qumshtit dhe thekra. Por cila është pija që duhet të pish gjithmonë sa herë që ke fryrje barku? Është çaji i xhinxherit. Xhinxheri është i mrekullueshëm për të eliminuar fryrjen. Studimet kanë treguar se ky lloj çaji ndihmon në bllokimin e enzimave dhe gjeneve që i shkaktojnë trupit inflamacion. Çaji i xhinxherit është gjithashtu i njohur për qetësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore si sëmundjet e këqija, dhimbjet e Alzheimer apo probleme të ndryshme irritimi të zorrëve. Çaji i xhinxherit është i shkëlqyer për t'ju shtuar dietës, sidomos nëse fryrjet e barkut i ke kronike. Nëse shija e xhinxherit të duket pak e fortë, shto disa pika limoni për ta bërë shijen pak më të butë. Një filxhan çaj xhinxheri në ditë pas pak kohësh do të eliminojë fryrjen krejtësisht. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë ushqimet më të mira për të shmangur fryrjen e barkut.
Ditët kur ndiheni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut, me siguri kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje që trupi e zhvillon her pas here dhe që mundet gjithashtu të pengojë në aktivitetet e përditshme. Rroba do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndonjëherë kjo mund të duket si diçka e paevitueshme, por ne ju sugjerojmë të provoni disa metoda të thjeshta që largojnë fryrjen. Disa nga mënyrat më të mira ju do t'i gjeni të listuara në këtë video. Ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe natyrale për të larguar këtë problem një herë e mirë është sigurisht kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin të kryejë si duhet proceset e tij duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mos tretja si duhet e ushqimeve. Prandaj gjithnjë siguroni të zgjidhni të duhurat. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka veti të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë jashtë ato, për shkak se përmban sasi të mëdha ujë. Kalium. Ushqimet e pasura me kalium siç janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi ndihmojnë në shfryrjen e trupit dhe nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët që gjenden te kosi, qumshti apo djathi ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjes jashtë trupit toksinat e këqija. Gatimi i perimeve. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. Perimet kur konsumohen të pagatuara shpesh shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur janë të sapokëputura nga degët dhe konsumohen ashtu siç janë. Për të evituar fryrjen e barkut mundoni t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Kjo e mesme e artë do t'ju ndihmojë ju të keni një bark të sheshtë dhe të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme pasi ato ndihmojnë në tretjen e mirë duke parandaluar kështu fryrjen. Këtu përfshihet xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdoreni këto erëza si zakonisht në vaktet apo ushqimet tuaja për të përfituar një bark të sheshtë dhe shumë shije. Mund të zgjidhni të bëni edhe ndonjë çaj bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Përmendim këtu çajin me xhinxher apo atë me nenexhik. Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara që njihen për efektet anësore që i shkaktojnë organizmit. Një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithse mund të jenë të shëndetshme, shumë fruta apo perime pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu përmendim brokolin, lule lakrën, bishtajoret, mollët, dardhat apo pjeshkat. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, të konservuara apo të procesuara pasi jo vetëm që ndikojnë për keq sistemin tretës, por edhe ju bëjnë të shtoni në peshë. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.